Përshëndetje të gjithëve, sot me një kënaqësi të veçantë, si Dorela Hamzaj, bashkëthemeluese e Code IT. Është një biznes që ka nisur prej 10 vitesh, nuk është më në hapat e para, e ka konsoliduar rrugën e vet. Por ne do ta ftojmë si Dorelën që të na kthej pak se si i lindi kjo ideja, çfarë ndodhi dhe si ajo hyri në këtë fushë. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën, jam shumë e nderuar që të flas, sidomos edhe të merrem në intervistë me ju tona. Si lindi Kodit si ide dhe si biznes. Atëherë ne kemi qenë 3 vajza, le të themi 23, 25, 26 vjeç, të treja domethënë, në kulmin e rinis, në kulmin e potencialit, me ato pikpyetjet tona që a ja vlen të hapim një biznes, a kemi marrë tashmë gjithë eksperiencën e dur për të hapur, sepse do të mendonim pjesën e financave, e një burimeve njerëzore, e një zyre që nuk e kishim ende. Mirë po, duke parë dhe duke qenë që e kam shumë qejf teknologjinë, edhe marketingun madje, thash bizneseve shqiptare i hyn në punë shumë teknologjia, duke optimizuar disa sisteme, duke qenë online nëpër mediave sociale dhe çfarë shifja mungesë në treg ishte që bizneset nuk është se ka nevojë vetëm për një gjë teknike që një kompani që ja bën teknikisht dhe nxjerr në pa. Ata donin një partner dhe ne këtë ofruam tek bizneset. Ofruam konsulencën, ofruam të njëjtin vizion, kuptonin vizionin e tyre dhe i jepnim pjesë nga eksperjenca jonë. Dhe le të themi ka qenë rezultati shumë i bukur dhe shumë i mirë. Prandaj kemi gjithë këto vite në treg. Juve e keni provuar. Unë jam kurioze, juve kjo treshja 20 vjeçare që erdhi bashk dhe sigurisht që kishte energjinë, kishit njohurit, kishit studiuar, si u puqët që hajta bëjmë bashk? Si ndodhi? Çfarë ndodhi me këtë treshë? Pse ju të treja? Po, na lidhi shoqëria si fillim dhe më pas po merrnim disa projekte shkollore ose nga disa klientë shumë fillestar, biznese të vogla. Dhe ne mblidheshim, uleshim në një kafe, laptop të treja, edhe fillonin punën aty. Ai sa vinte ndonjëherë kamarier thoshte, "Po sa do porosisni prapë?" Kishte kaluar ora, domethënë ne akoma në të njëjtin vend të ulura. Ose mblidheshim të shtëpia e njëra tjetrës dhe duke parë që një projekt eci mirë. Hajde po e provojmë këtë projektin tjetër po ec mirë. Hajde po e zhvillojmë dhe të tretin e të katërtin me radhë. Po shikonim që kafe po na duke e bezdishme tashmë dhe do tham, hajde ta marrim një zyrë me qira, të vogël, do sajohemi me kursimet tona, kemi për të gjitha, dhe morëm një zyrë ku ishim ende vetëm ne të treja, pas një resurs tjetër. Domethënë të treja vetëm do punonim aty me ato klientë që kishim shumë pak ongoing që na paguanin aty ku ne mund të hiqnim qiran, ato taksat që paguanim në bashki, këto gjëra, dhe le të themi që ishim akoma të dy punësuara. Pra, pjesën e kodit e bënim në muajt e parë, kemi bërë part-time, le të themi, deri në orët e para të mëngjesit, sepse kishim akoma të frikën të tipit do ja dalim, a do kemi të tjerë klientë të tillë dhe na duaj klient tani pak më potencial që të fillonin të krijonin të ardhurat që mos punonin vetëm 12 orë të ditës, më kupton, na duhet ta bënim share edhe punën. Po le të themi që kemi pasur disa klientë që na kanë besuar që në fillim, dhe qëllimi ynë fillestar kur kemi hapur zyrën ka qenë që të krijojmë një portfolio të gjerë me tipologji të ndryshme biznesi, që kur na vinte klienti tjetër thonin po, e njohim këtë si fushë. Kemi bërë këtë, e kemi dhënë me sukses këtë projekt, mund ta shikosh edhe mund ta gjykosh. Kështu që kemi qenë okay tek kjo pjesë. Sakrificë madhe, patjetër, overtime-et nuk paguan të njëri. Nuk i konsideron. Nuk i konsideron sepse edhe është diçka ku punon për tjetër në shumë ndryshe. Kur punon për gjën tënde, ato që nuk është se merr lekët që pret që në fillim ose që mund t'i merret e tjetër, pa prapë është e imja, do luftoj, do xhoj deri në fund, do bëj gjëra ekstra që e gjithë gjëja të kompletohet, të gjithë projektet të kompletohet. Dhe pse jo ta nxjerr sa më mirë. Kështu që vështirësi ka pasur si fillim, po portfoli nuk zhvillohet kollaj. Do të bësh ca tolerime, ca konsultime më shumë, ca humtime më shumë, që të mbushet edhe të krijosh një lloj reputacioni në treg. Se kur je fillestare, ende nuk ke një reputacion, ende nuk ke një historik që të tjerët të shohin apo të pyesin për të. Kështu që krijoam një bazë të mirë të klientëve dhe më pas dolëm akoma më gjerë. Juve keni një skuadër me 3 gra, 3 profesioniste, që rezultuar të jetë një treshë e fuqishme, e suksesshme. Kush është receta? Si fillim kemi qenë vajza, tani po bëhemi gra. Ka shumë vite kanë kaluar domethënë. Po jemi të treja dhe le të themi ne krijojmë një puzzle. Njëra ka pikë të fortë, logjikën pak më të avancuar, tjetra ka durimin, tjetra ka komunikimin. Domethënë kemi disa virtyte që formojnë shumë bukur njëra tjetrën. Dhe unë e them troç, po t'isha e vetme, s'do ta pres krah të rinjve, po mbas mund mos e dilja. Se ka nevojë, biznesi ka nevojë, sidomos kur je aq e vogël, mbasi jo zhvilluar aq mirë nga ana teknike dhe të gjitha, të duhet edhe një krah. Dhe në qoftë se kishim një takim për shembull,
që si isha unë, e kisha të sigurt që njëra nga gocat do më deronte. Dhe nuk e kisha fare problem që o të isha unë apo tjetra, ishim të treja një lloj. Jemi akoma të treja një lloj, domethënë. Receta është që duhet të kesh gjithkohës balancë, nëse njëra ka më shumë punë, le të themi, ne bëjmë çmos që t'i marrim disa nga punën, që ne të bëjmë pjesën tjetër administrative, të hërës apo gjitha të tjera, ndërkohë që ajo ka punë të veta, qoftë edhe punë jashtë rrethit të punës, edhe familjare. Se fakti që jemi 3 goca, ndër të cilat 2 janë nëna, ka qenë edhe një pikë kështu që do sa do themi që babi është shumë i rëndësishëm, po siç janë nënat, nuk ka. Kur një fëmijë është smur, nëna do shkëputet nga puna, do ikë, do shkoj ta vizitoj, do qëndroj pa gjumë, ditën tjetër normalisht do jetë në të mirën e vet se ka qenë gjithë natën pa gjumë. Dhe këtë e kuptojmë dhe e mirë kuptojmë më saktë njëra tjetra dhe bëjmë atë balancën midis edhe punëve dhe familjes dhe të gjitha. Ti nënvizove pak më përpara që ka shumë sipërmarrës që duan ta nisin vetë dhe duan ta realizojnë vetë. Kush do ishte, bazuar në këtë eksperiencë që juve keni deri tani, kush do ishte mesazhi yt për këta që mendojnë që mund t'ia dalin vetë, në krahasuar me një skuadër komplementare? Patjetër që mund të dalin vetë, nëse unë mund të kem pasur diçka që mendoja që mund mos e dilja vetë, se provova, se mbas edhe do isha këtu prapë për të folur për kodin, thjesht si një vajzë që e ka themeluar dhe administratore pa ortake, por që gjithsesi patjetër që mund të dalësh. Ka shumë biznese të suksesshme që ka vetëm një CEO, domethënë që është vetëm një që e ka krijuar atë si kompani, dhe çfarë thirrje mund t'i bëj unë atyre që duan të jenë vetëm është që të kenë durimin, sepse me vitin e parë sidomos nuk ja dilet del dot domethënë, po duhet që të durosh, sepse ka hallka biznesi që një herë i gjen veten shumë lart dhe po ditën tjetër i gjen shumë poshtë. Dhe duhet durim, duhet sakrificë, duhet shumë vullnet që ti të kesh vullnetin për të ngritur sërish sipër. Se mund të jenë probleme finance, mund të jenë probleme që do keq më vjen ta pranoj studentët ose sidomos të teknologjisë dhe marketingut dhe dizajn emigrojnë. Dhe ne shumica na kanë hikur edhe po iki se më doli për Gjermani, më doli për këtë ndoja ndë dhe të lën një punë për gjysmë kur ti ke projektuar në disa projekte ongoing që ke për ta zgjatur disa muaj dhe ai të ndërpret marrëdhënien brenda muajit. Dhe është një cikël po nga fillimi. Intervista pafund, LinkedIn gjithkohës aty, postime, posto tek ti, beson në një portal që derisa gjesh elementet e duhur. Dhe le të themi duhet durim, duhet pakalitje dhe komunikimi që duhet të jetë on top. Shumë faleminderit. Më pëlqen se si shef kështu këto çështjet në 360 gradë. Unë do të ftoja ti më përshkrove që një ditë jemi lart, po një ditë mund të jemi poshtë. Ka ndonjë moment për shembull që ka qenë një moment krize apo një moment dileme? Një moment nuk e kemi pasur. Kemi pasur shumë. Okay. Kemi pasur shumë. 3 le të themi kanë qenë thelbësoret ose 4 le të themi. Fillimi fare, kur na shikonin si 3 vajza, le të themi çupolina, se nuk dukeshim as për moshën që kishim, dukeshim akoma më të vogla, dhe më ka ndodhur me një klient, le të themi potencial, kur e takova për herë të parë, po më kthente nga takimi dhe tha, dua të takoj administratorin. Duhet ishte me in në fund. Me in, me gjinia maskullore. Shkoj unë, kishte shkuar vetëm njëra nga ortaket e mia në takim bashkë me një nga punonjësit dhe kërkoi administratorin. Dhe kthehen në zyrë, më thonë, kërkojnë administratorin. Okej, dashun, megjithëse që nga gjëja kështu, po vi. Për drejtën atë ditë kisha kapur flokët kështu, si isha lyer shumë, gjaja akoma më e vogël se aq, dhe ishte skenë se ai zotria po priste një zotri. Dhe vjen një gocë akoma më e vogël se ata që kishin në takimin e parë. Tha, s'keni administratori? Po, i thashun, unë jam, unë mbaj pjesën ligjore, se kontratat e kemi të rregullta, dhe nëse një gjë prishet, aty gjykata aty janë gjitha, largqofsh se s'kemi shkuar asnjëherë tek ajo pjesë, po që mbajmë përgjegjësi. Kjo kontratë në lidhje që ne mbajmë përgjegjësi dhe nuk kemi fantazëm. Dhe ka qenë aq e vështirë për ta bindur, domethënë që ne mos na paragjykonte vetëm nga fakti që ishim vajza, që ne dim ta bëjmë punën, e kemi akoma klientë, ka 8 vite. Okay. Vazhdon të jetë. Rezistoj. Me kontrata që vazhdojnë vit për vit që nënshkruajnë. Dhe kjo ka qenë një çik problematike, le të themi në fillim, sepse kërkonin pak moshë më të pjekur edhe në një figurë maskullore nëpër të. Kjo ishte vetëm e fillimit, po duke vazhduar me eksperiencën, duke mësuar dhe ne pak më shumë që komunikimin, që për të prezantuar shërbimet që kishim tashmë çfarë të prezantohen, kishim për të folin plot, edhe na u krijua besimi dhe nuk kishim problem kjo pjesë. Mbas kësaj, po në fillimet e biznesit, ndodhi tërmeti i famshëm i nëntorit të 2019-s. Ne me bizneset që operojmë kanë qenë edhe biznese lokale të Tiranës apo të Durrësit, që kishin magazina apo dyqane fizike gjitha me radhë, dhe le të themi tërmeti i shkundi pak, edhe atë buxhet që kishin për të vendosur për pjesën e marketingut dhe website-it, po hidhin për të riformuar biznesin e vet, për të marrë mallra që ishin prishur. Pra le të themi,
ku të kursem se ende nuk e kanë atë, nuk e kishin më saktë idenë që marketingu është kaq i rëndësishëm. Se ti po se pate je i tekur. Mbas kësaj, pikjata e dytë Covid. Korona. Korona ishte pikjata e dytë, që le të themi unë s'do i quaja pikjatë tamam, sepse edhe na ka mësuar. Me vërtet klientët u mbyllën, sepse nuk mund të bënin dot shërbimet që ata bënin dhe ne si zyrë u mbyllëm, po kjo na bëri mirë sepse mësuam të punojmë remotely. Ne punuam remote, bënim video, Zoom apo diçka, edhe thonë çfarë punë ke bërë ti, si ka ecur kjo puna, çfarë të bëjmë një gjë ekstra sepse klientët s'po na kërkojnë, se ne përfshim setin fotografik dhe videot, marketingun, website-et, aplikacionet brenda që i kemi dhe me mirëmbajtje gjatë gjithë kohës. Kështu që nuk po kishim burime të reja sepse ata kanë ndërprerë. Dhe na thanë, ne do vazhdojmë me ju, po sa të mbaroj kjo situatë, nuk ta? Po ishin ja 2-3 muaj të mirë që punojësit kërkonin patjetër pagën. Dhe normalisht e morën. Qiraja do zonte. Taksa do paguheshin gjitha me radhë, domethënë dhe ishte një minus le të themi për ne, por që le të themi e shfrytëzuam dhe për mirë sepse mësuam më shumë dhe i dham ide të klientëve për e-commerce-in, shit online. Tani nuk është më koha që njerëzit vetëm të vinë në dyqan, t'i japim mëshim e-commerce-it dhe bëm shumë website e-commerce dhe dolën shumë të suksesshme në atë mujorëshin. Kështu që nuk na eci shumë te pjesa e marketingut, atëherë u zhvillua pjesa e e-commerce-it të website-eve. Nëse bizneset e tjera japin vetëm gjën teknologjike, dhe thotë po u zgjidh dhe ja ku e ke. Ne kemi ndërtuar një marrëdhënie me klientët, le të themi përtej shoqërore, domethënë përtej punës edhe shoqërore. Na ftojnë dreka darka, kur ata kanë festat e tyre, ne jemi pjesë e tyre, e stafit të tyre, le të themi, dhe janë rritur me ne kemi krijuar brandin e tyre dhe ata na kanë rritur, se ne le të themi jemi bërë eksperte në disa fusha, që kemi 8 vite që i menaxhojmë, i bëjmë mediat online, i bëjmë fushata, qoftë me të huajt, ka për pjesën e Italisë me fushata, Anglisë, deri në Amerikë, dhe le të themi kemi pasur bashkëpunime shumë të lezetshme, dhe është kjo, pra është gjithë konsulenca që mund t'i japim ne, gjithë afrimiteti që ne japim klientëve, kthimi përgjigjes pothuajse në sekond, pavarësisht se në disa raste na kushton pak, sepse jam mësuar që ne i kthejmë direkt, dhe kur si kthejmë direkt ta çajnë telefonin. Ku je, se s'ma hape, dhe më shumë na kërkojnë llogari klientët ku jemi. Sepse ne që kemi në shtëpi. Sepse jam mësuar gjithkohës që ne jemi online. Në mos tjetër, domethënë jemi të treja që jemi online dhe nuk i lëmë ndonjëherë pa përgjigje. Ti përmendje pak më përpara ftesën për një sipërmarrës të rinj. Ajo që unë dëgjova pak më përpara për teje ishte që juve keni dëshirë të merrni bizneset e reja, që në fazat fillestare dhe që në një farë mënyre të bëni një rrugëtim së bashku. Po. Dhe në fakt kjo është një strategji shumë e zgjuar. Kështu edhe shumë biznese këtë duan. Duan që të gjejnë prindë që po kanë fëmijë, edhe ata fëmijë të bëhen burra, të bëhen gra, edhe të zhvillohen. Si lindi kjo ide? Si juve e orientuat biznesin në këtë drejtim? Le të themi që është një nga idetë që kemi më shumë qef ta përqafojmë ende, sepse i marrim dhe klienti shqiptar të thotë që do të bëj këtë. Asnjë gjë tjetër si informacion që jo, se un kam si ide kështu ose kur na japin disa referenca që bëj kopje si filani që mund të ketë pasur sukses, të huaj sidomos, dhe ma bëj një kopje. Ne këtë jemi shumë kundra, me thënë të drejtën, se jemi për autenticitet, duam që të qëndrojmë unik gjatë gjithë kohës dhe duam të nxjerrim gjëra sa më cilësore. I marrim që në fillim, le të themi pa krijuar një ide akoma ata për emrin e vet, japim një emër, japim një logo, i krijojmë një brand, i krijojmë social media, i krijojmë aplikacionet e brendshme të website-in dhe më pas vjen boosti dhe fuqishëm marketingu në gjithë social media që të njihet si brand, sepse brandit për të njohur do i duhet pak kohë, duhet të krijojë të jetë të zhvillohet pak. Dhe ka qenë një qasje e mirë që kemi pasur me bizneset dhe mund të themi që kemi goxha vite që e bëjmë dhe i mbajmë në mbikëqyrje. Ne brenda Qendrës Balans, edhe në komunitetin e podcastit Shkëndi që ne kemi një komunitet shumë të madh që është kryesisht me biznese të reja. Do ishte kodit i gatshëm që t'ju shërbej akoma këtyre bizneseve të reja, që do donin të kishin këtë partnerin besnik për ta qëndisur imazhin e tyre, brandin e tyre. Patjetër, pse jo, do ishte shumë kënaqësi që ta zhvillonin dhe për ne është kënaqësi sepse na besojnë. Le të themi filles atë një brand, sepse një logo ose një identitet kur krijohet, sado që mund ta ndryshosh, ta ritaqësh mbas disa vitesh, ajo do mbetet. Ke autenticitetin tek ngjyrat, tek logoja të brandit dhe njerëzit çfarë bëjnë, ato fiksojnë të fillimit.
Janë disa brande që thjesht mbajnë të vjen një ngjyrë në mendje, po se ka filani këtë ngjyrë. Domethënë, të arrish deri në ato stade sa ti të përdorësh si ngjyrat e brandi apo si emër brandi që të përdorësh për shembull bën këtë shërbim ose po programon si kodit për shembull është një gjë shumë e bukur. Ne këtë duam të arrijmë, pak e vështirë dhe kërkon punë, po këtë duam të arrijmë domethënë. Ke mesazhi yt i fundit për dy elementë doja. E para, cilat janë të mirat e skuadrës, e bashkë themeluesve, edhe pse ose kush është receta për ta vazhduar për të patur sukses në një sipërmarrje? Duhet si fillim durim, duhet si fillim mendje e mirë dhe jo e mbrapsht, sepse nuk duhet të hyj pak vetja në qef apo të egoizmi tepër që mund të sjellë dëshpërbërjen e grupit. Pavarësisht se ke gjithë këto vite, dikush thotë po prit se unë po punoj pak më shumë, ose dikush thotë që e di çfarë mund ta bëj më vete këtë dhe ta mbaj gjithë fitimin për vete, pse ta ndaj në tresh, bie fjala. Po që nëse kemi pasur një herë të ideologjie, kemi pasur gjithmonë idenë që të ndihmojmë njëra tjetrën, të jemi një gjë e përbashkët me njëra tjetrën, pavarësisht se ishim 3 pjesë, domethënë, po jemi shumë të bashkuara me njëra tjetrën, duhet ta mendosh gjithmonë si për veten tënde dhe të ndihmosh edhe kolegun, edhe ortakun, edhe gjithë, sepse ne te kodit timin nuk e kemi të tipit që unë ta shoh punën si punonjës. Ne bëjmë shaka, madje një nga vajzat që kam aty po rrinte unë deri në 7, ndonjëherë 7, 8, 9, varet sa punë kemi. Edhe po qëndroja edhe po e mbylla laptopin tim dhe shoh atë, po ti thashëm pse akoma këtu. Po sot tha erdhën ditë gjysë, kishte një protestë, jo kështu ashtu. Ne i thashëm se ke kuptuar akoma që nuk e kemi të shohim orarin. Erdhën ditë gjysë të rrish deri në 7:30, 8. Jo, i thashëm mbyllë, je lodhur rik, shife minese. Jo, e kam vënë dhe e di unë atë. Thjesht po më pëlqen që po bëj, do ta mbyll se do ta nxjerr aq bukur më tha. Atë më gojë, vazhdo frymëzimin, mbylla laptopin tim, po të lë të qetë të thash më asnjë fjalë tjetër, kafen e ka aty, ujë ke aty, ndonjë gjë nga poshtë tash të blenë një ëmbëlsirë në një gjë, aty jemi në rregull. Po nuk e kemi këtë strikten që duhet të vish patjetër në 9 dhe ta mbyllësh në orarin e duhur. Shumë faleminderit që na ndave këtë gjë. Ke parë që e bëjnë kompani të mëdha, Google apo shumë kompani të mëdha. Më vjen shumë mirë që kjo frym ka ardhur edhe në Shqipëri dhe që kodit e ka përqafuar dhe ndërkohë vepron, operon në këtë frym. Unë do doja dhe një fjalë të fundit. Për kodit, kush do ishte fesa jote për klientët e rinj potencial, për partnerët tuaj, apo për stafin tuaj, për këtë lloj ti që ti kishe një mesazh sot? Unë mesazh kam shumë në fakt, po qoftë edhe për klientët e rinj që mund të jenë, të vinë të na shohin punën që ne kemi bërë, që na besojnë një gjë të vogël, por shumë gjëra që ata mund t'i duhet sidomos për startupet, që të shohin punën që bëjmë ne, krijimtarinë që kemi, sepse jo të zhvillohen me hapa ashtu siç duhet të zhvillohen, se patjetër gjë që ka kohën e vet, për të dalë në tret, do kohën, do kohë, edhe fizike, edhe të punës, edhe të gjitha me radhë. Dhe gjithashtu edhe për të rinj që mos heqin dorën, nëse ata duan të zhvillojnë diçka, pse jo, nuk ka asnjëherë kohë perfekte. Nëse do lije mua në dorë, do tha, jo po prit. E sa prit kam pasur në mendje, thua, e prit, po sikur, po të kisha edhe këtë, po më dalin mua financa, po këtu kaq kursime sa kam, ti bëj pushime më mirë. Bëj ta gjëra për vete, unë ti mbaj për diçka. Po jo, duhet pak guxim. Por që asnjëherë nuk bëhet më parë, nëse ti të tash ka vizionin, ke ato këngurje dhe durimin mbi të gjitha, që kur të jenë ato ulje ngritet, të kesh prap durim që thua, sforco, do ta bëj, derisa të rish një biznes do të mbledhur që të ecit vetë dhe ti mos jesh fare ti vetëm me celularin, ti mendosh ti planifikosh dhe të ecën gjërat, ti ishte perfekte.